Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë datës 5 tetor 2025. Jemi në ditën e diellit, por gjatë ditës së sotme ajo çfarë do të jetë dominante është hëna. Jemi drejt një hëne të plotë dhe për këtë arsye edhe ne jemi shumë aktiv. Për fat të mirë, gjatë asaj dite kemi mundësi që të shfrytëzojmë gjithçka në mënyrë pozitive. Kemi edhe këndë pozitive të Jupiterit si me hënën, po ashtu edhe me Venusin. Kjo do të thotë që çështja sentimentale që së dite janë në ndikime shumë pozitive. Edhe aftësia për të shprehur ndjenjat, po ashtu dhe mendimet tona, ka një efikasitet vërtet shumë të lartë. Vazhdojmë që të jemi në periudhën ku mund të kemi pak vështirësi për të përmbajtur detyrave dhe përgjegjësive, por duke qenë se jemi në fundjavë, do të këshilloj që këtë ditë ta bëjmë pushim dhe të fokusohemi më tepër në zhvillimin e marrëdhënieve tona personale, duke qenë se ato do të kenë edhe një efekt shërimi, sepse do të na bëjnë të ndihemi shumë të vlerësuar dhe më ngrohtë. Të mos harrojmë që të përgatitemi për javën në vazhdim, duke qenë se do të kemi shumë ndikime dhe mund të kemi vështirësi për t'i kapur të gjitha elementet që do të na dalin përpara, duke qenë se mund ta perceptojmë kalimin e kohës pak më të përshpejtuar se zakonisht. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.